بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Falendrojmë Allahu subhanahu wa ta'ala. Salat dhe selam dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot me neve është një temë e re, një kapitull i ri, ku kemi hyrë në kapitullin e edukatës. Gjëja që më shumë të peshon ditën e gjykimit, në peshoj është morali, etika. Aja që më shumë të ka peshë tek Allah xhallahu ala, pra është mirësjellja te Allah xhallahu ala, mirësjellja e njerëzve me krijesat dhe krijuesin në këtë dunjë. Dhe ne në javën e kaluar folëm për el-hayat, turpi dhe marrja. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi se njeriu nëse s'ka turp dhe marrë, le të bën çka do. Idha la tastahi fasna ma'shi. Nëse s'ki marrë, po çka dush. Dhe njerëzit kur e humbin marrën dhe turpin, e sidomos nuk i kanë frikë Zotit, ata për ta është normale çdo veprim që e bën. Bile shkon deri në atë mos saqë mendon se vetë kjo dunja ekziston, edhe ahireti për të s'ka çfarë vlere, dhe ky njeri me kësi bindje është hakmarrës, është njeri i cili nuk e lën për ahiret kur gjohet që mundohet mu hakmarr për këtë dunja se e lexon fare. Tema e sotit, tema e dytë me radhë është që ka të bëjë gjithherë me edukatën, edebin, me sjelljen, hifdhu sirr, me rujt sekretet. Çdo njeri ka sekretet e tina. Dhe rujtja sekrete më shumë e rëndësitë të madhe. Para se që të him, të shpjegojmë këtë çështje, Allahu xhallahu ala ka thënë në Kur'an surën Isra: "Waufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula." E ka thënë Allahu xhallahu ala amanet. E ka thënë Allahu azza wa jall porosi. E ka thujtë Allah azza wa jall marrveshje. E ka thujtë Allah azza wa jall kitmanu sirr, rujtjen e sirrit, sekretit, punë të shtrejt. Dhe është përgjegjësi. Në qoftë se dikush ty të merr dhe ta tregon një sekret, dije se ai njeri që po ta tregon sekretin e jetës së tij ka në dy besim. Dhe ti me dalë me hap sirrin e tina, trego pa besim ta. E dyta, sirri, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndihmoni në vetveten e juaj me mëshirësi, me sirr, me sekret. Nuk është mirë mi ka thonë gjithkohë unë konkurrova këtu, unë po bëj këtu, unë po bëj ato, se njerëzit lakmojnë edhe xhelozojnë edhe ta bojnë grupën. Me ty rrin hanë dhe pen, ka njerëz të tillë, përpara ta bën verë, mas ta bëdimën. Paraqitet me ty njeri mirë, shok i mirë, dost i mirë, po si të shoh që po të ecë biznes i mirë, ta bën grupën edhe të qet, ku s'ta merr mendja hiç. Ku ty hiç ta merr mendja, ai ta bën grupën edhe me në qoftë është insan. E lërë mua insan që është në ndikimin e dreqit, e hasedit, të keq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë këtë çështje në hadithin e Abi Sa'id al-Khudri, thotë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna min asharri an-nasi 'inda Allah yawm al-qiyamah, manzilatan yawm al-qiyamah." Me të vërtet, njeriu më i keqi, njeriu më sherrri, anë fjala sherr pe arabistes, asharru an-nas, më sherrri pe njerëzve që është. Kush është ai?
që edhe të Zoti ditën e gjykimit e ka vënën e keq. Një njeri i keq, një njeri që edhe të Zoti ka vënën e keq. Ditën e kiametit kur do dalën për Allah me dhënë llogari, ar-rajulu yufdi ila al-mar'ati wa yufdi ilayhi thumma yunshiru sirrahu. Një njeri i cili ja qëtë në shesht metat e grus ti në qajt vetë që grunë e ti nuk e shekër kërkos përveç burri vetë, dhe aj burr ju ka po halal gruja tina dhe i ka dhënë të metat e saj që nuk i shekër kush, nuk më të jali kërkush se dhja e mikjot. Ky është njeri me keq që më ekziston. Tek Allahu ditën e gjykimit. Në të dikush po pse? Pse? Sepse na jetë të folën në çaste normale. Në qohën tënë veç ti mund e sheh. Dhe ato të metat, avretina, s'mund e shplo kërkush avretin për me po gjendjen apo të metën fizike të saj apo ndonjë të metë. Dhe ata është të del dhe ju ka zë shokëve tu, ju ka zë politikëve tu, valla gruja qështë, valla qështë. Ky është njëri më i keq që mund të ekzistojë në fytyrën e tokës dhe venin më të keqin e ka ditën e gjykimit. Edhe në qoftë se ka unë keq grus tonë. Edhe hetën se si ka, nështë ajo është diheq që ke folë ti për të. Diçka. Ky është pra njeri i cili nuk i mon sekretet në sheftat. Leqë që si mon sekretet, bili do njerëzve të na, ta shpaflasë shqiptarske, do njerëzve nëse ki qef me i kalzu, kejt dyjes që kalzojmë që ati filionit. Pa pore e që ta bon marketingun. Qofë se e ki e ndërmen, masi i po në Facebookët, më të përha Facebooku shumë, do njerëzve të qërë mësma përhap në Facebookun se e kom qenë në Facebook, aj, me një herë. Veç kur të pajsh, ta ka bo 200-300 loj gati. Marketing pa pare heq. Do t'jë njerës që si njerës, t'i kuptojnë ta njerës. Që filonit thuj, si mi thonë kej, të lallë gjakozë ka në dhëna. A i cili del edhe lajmëran a shëqare, e fjallë është për qita njerës. Allah në rujtë e ty një jarë. Leja ta që ta hapë në sekret tonë e palë të shtën të leja kotra, që si ki heq. Do të abim një shembël të jetës e pejgamberit, shokët pejgamberit sa realizëm që ka në sekretin në shembël. Që këtë para se të him këtë temë, të flasëm një temë tjetër. Thuj një fjallë popullore që i kën e lypi 100 vetë e njënë. 100 e lypi. Qikën tone, motrën tone, vinë me lypë sit të lifare. Edhe kjo është sekret, do të më mojtë më shef. Jo, unë e lypa filonën, qka dolin në përmes medjave. E ka lypë filonin të edhe ma pelë, po i njësë në klasë mësazë normale. Sepse, ka shumë për njerës e nuk e lypë se ka lypë shokë ti ngusht. Ose ka të kundër të në që ti e qënë për vetë, a e me për vetë. Ti e qënë pësit ka ndodhë të shqiptartë, e ka të shumë pësit filonin, të filonin me lypë qikën për djallin e ti, qaj që shumë pësit e ka më lypë për djallin e vetë. Edhe ka ndodhë dhe letë. Do më të letë që ka qohë amanetin, që Allah gjelluale pëthët. Wa ufu bil ahdi, që kjo është ahd, që kjo procedur, që kjo është amanet, që kjo është sekret. Unë e thëmë ty, shkolli për të bje në filonit për djallin tem, ty të këmë autorizu, dhe tash te i autorizuar me që të shkon, nuk shkon që më ka quë, hoxha për djallin me lypë, qikën, po thu që rrëj marë të te, e kam një djall, është kështu, apo ma e. Inne l'ahde kane mes'ula, vërtet, kjo pun është përgjithësi, kemë edhe përgjithësi dhe për Allah. Nashta nuk janë, i ati persone që ka ndodhë një gjë të tjilë.
Apo e boni një klop, një hile, që vëlla ty sallat, po mas i kohë qua, pëse të në më dha, dhe ku ti të farrajnë e boni. O dije, se pas se ke qua manetën ahdi premtimin Allah në vend, ti keme dhonë përgjësit madhe. Dhe do t'jesh për aty një njerëzve që ditën e gjykimit do t'jesh për njerëzve më shellë që mirë po është e ka qujtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam harrova me ka thënë er-rajulu mënyrë shquese, emër shquese, e kupton që do më shques. Pse e ka shquar emrin? Nuk ka thonë rajulun, një njeri, po ka thonë er-rajul, sepse shquesi apo ai që me ty flet ta tregon sekretin është njëri i njohshëm. Dhe njëri të njohshëm i beson. Nëse do me di që je dikushi, dhe ki punë mirë, edhe me njerëzit, po edhe me Zotin, na nuk qyre atë ka kalcu dikush në sekret. Sekret vetin, tjetës. Që se dikush veç ajë dhe Zotit tina, mande je ti. Na në qofë se dikush të ka të regu një sekret, di je vini reset e keni buni. Po të eka vika era njeri. Mos jam shef. Shtenen dhej. Nalën të shqyqojmë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qysh i kanë mojnë shef sekretet ata. Hadithin transmeton Abdullah ibn Omeri, djali Omerit, Abdullah. Kur i ka det hallës tina burri Hafsës, Umit dhe Jush, e vej. Tash baba interesohet që ikën me martu. Por që ta ndërruve dhe zërë, ma shumë dohet me ecë me martu e vejushkën se veçaren. Do të mu interesu. Mos me lonë vejën në shpet. Po as vejonin. I ka dhonë nësit veçan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kësaj kategorie mu martu. Mos me nej. Shtira më thonë burri mirë apo grua mirë, në këtë aspekt. E tash, i ka dhonë nësit veçan e Omer radhiyallahu anhu duhet ditë rëndësin qika e met e reje, Hafsa. Mos pari ka shku një njëri, ja ka lajmrua, ja ka parashit qikën e vetë, Hazreti Osmanit. Hazreti Osmanit. Osmani ka thot 2 qikat e pejgamberit. Dhunë rejni quaj. Por arsye se, kur i ka dhe Gorkia, ka mund tjetën qik, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë njëri turp shumë, marragji. Osmani radhiyallahu anhu, aq ka qenë turp shumë, ka flejt me gratë të tyne, kur një herë nuk u lakurizu. Aq natën tërë, u mbulue, edhe pse ka pas halal, ka qenë njëri turp. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i ka tekë edhe qika e dytë, gruaja e dytë e tina, ka thonë Allah, sikur të kisha edhe një do ta kisha dhënë. Po kishte Fatime të marrë për Aliun. Do vonë. E tash ku e niti këtë fjali, këtë dhëndër me pas pejgamberi, këtë hadhe qik me ka pas e kisha dhënë, shkoj dhe tha, o Osman. O Osman më ka tekë dhëndër e din, bashkë këna shtin dhe, musliman ka qenë, ka me qika e re, ape merë për grue, turprohet shumë, Osmani radhiyallahu anhu, dhe thot, a bën me të allo nesa për gjavabin për gjegjen? Nesër. Po pret një natë, pret 2 net, pret 3 net, si e për gjegjen, shkon Osmani të Omeri, thot, nashta e mërzit që ta këm banu për gjegjen, por nuk i kom rrenet për më martu. Vjekeq. Nuk i kom rrenet, këtë herës më martu. Ta është i vijinate, da dina njëra, i thonë merë që ki rrenet që merë, ja pa shhajrin, pa e thot atë rrugë, që do ma si kom rrenet e matesa ajtë. Si kom rrenet e matesa lutëm një herë, s'du me morë grupë. Me jam shirë rrugët që më jalon dorë. Jo. Del pe i shpi, si del pe i shpi Osmani radhiyallahu anhu këtë përgjegje negative, e takon në xhami Hazreti Ebu Bekrin radhiyallahu anhu. Ebu Bekri ishte mos i pejgamberi 2 vjetë kishin diferencë. Edhe i thot, ja Abu Bakr, e kom një kërkesë. Qika me të vejush, po du me të allon ty për grupë. Me da, ju po një martum, Ebu Bekri. Thot, të do përgjegje nesër. U hidhëru, thot pejga, u evrejta, thot Omeri, në ftyrën e tina, i e një të kjerë njërë.
shikën, i s'paku me të kesh buza, ti ne e shumë keq, thot nesër do t'alloh përgjigje. Nuk i dha përgjigje. Kishte shkue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ke lyp çikën e tij për kështu. E vrejti në fytyrën e Umerit atëherë kur i tha nesër t'alloh përgjigjen, si do të thonë, ky s'ka ditë që Osmanit ja ka dhënë çikën. Me njën hidhrimin në fytyrën e Umerit i vje keq kur një që pejgamberi martoi Hafsën, shkon te Umeri dhe i thot: "O Umer, ndoshta ty të ka ardhur keq, se të konvret ty që unë nuk të dhash përgjigje me njëherë." Thot vallahi, thot jena konë thot unë edhe Osmani, por e kena shtirë dhomën tënë në dhej, ka thonë do t'ja lypi çikën për të. I kena rritë gëtit. Ky s'po din që ka ndodhur me Osmanin, as s'po din që ka ndodhur me Abu Bekrin, po thot unë kum nije pejgamberin e Zotit. Ka thot se unë kum ja lyp çikën për grua, thot na ka ardhur marrë të tër. Më kom thot ka dalë se ta ka lyp pejgamberi, ka mujt të thonë, po e ka mujt mshet sekretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Plus e ka qitë vetën atë pozitë keqe, nuk i ka kallëzuar mshefësitë e pejgamberit, edhe çka ka thonë pejgamberi, vallahi billahi, po mbien marrë, se pa shku me ja lyp, nuk e kisha lënë, se ka ardhur urdhri i Allahut azza wa jall që ajo të gruaj me konë tina. Urdhër. Kur thot Zoti ti duhet me bën binë filonit për grua, tash ai çka? Shoku të gush me shku me lyp çikën edhe subhanallahu, pa qeron, plus veç ai dish burrë domon periudha 4 muaj 10 ditë. Si shumë shumë, po presin çat periudhë, këta janë siklet Osmani, siklet Abu Bekri, dhe fillon Omeri me çaj, thot vallahi, thot më shumë se ju dyshim ka hedhur pa që vini islam s'ka pas. E shokët mia, kur ta bësh shoku, me shpedisë të kom gabim, se kom ditë sekretin që keni rujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se kur dhe këston Abu Bekri, më falë Omeri, Osmani kishte thonë, kur i tha përgjigjen, nuk po mëj me marë, ndoshta do të zatësh në dhomër ma pisë. A s'ka di që ka me thonë Abu Bekrit, po ka menu se s'ka më shku larë që jo, pejgamberi Zotit, ka më shku me kërku edhe dorën e qikës tina. Kështu ishte sekreti shokët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me zveti, shokë ngusht kanë amër e kanë pi, e ka një pejgamberi një fjali e ka thonë mes 2, jo 3 persona, 4-5, po 2 vetin kona të. Hazret Umeri, Hazret Osmani, Hazret Abu Bekri, e ka një, edhe nuk e qitën sekretin e tina deri sa ajtë realizon. Por ata, nuk është mirë vëllezër kur dësh me lyp nuse dikon, ose me bo diçka, me shpubliku para vaktit. Se shejtani din me veprue. Edhe Hafsa ja bëhet gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe sot na e lexojmë kirajetin e Kur'anit sipas kësaj gruaje. Sot leximi i kirajetit është sipas Hafsës. Këtë Kur'anit që i kemi na këtu, shkruar emri i lexuesës me të cilën Hafsa radhiyallahu anha e ka lexuar kirajetin e Kur'anit dhe sot është i përshapur më shumë të i përhapur leximi i kësaj gruaje është. Drejtat e gruas, do një grua e pejgamberit, çika Omerit, mos u martue, e Hazreti Osmani, mos vdekjes së tina, të vdekjes së pejgamberit, e shkruajtën Kur'anin në kohën e Abu Bekrit, Musafin. E shkruajtën prej rrosave gurbe e hipsit në për letra që u konë, e bënë në një vend që u të mushaf koleksion e bledhur në një vend, në 30 gjuza, ja dërzuar Hafsës për me majtë. Se ka qenë burnish. Përveç cilësive tjera që ka pas këtë grua, ka qenë edhe ka ditë me gatu mirë, buk. Ka ditë me gatu mirë. Ka një grua e cila ka ditë kuzhinën mirë, edhe ka lexu mirë. Edhe tash kjo grua e ka mojt qatë Kur'an amanet pe Abu Bekrit, dhe se ka dërzu kërkuj. Thuhet që sot gjendet në një muze në Turqi, duke ditë Turqia ka pas këtë botën, ka lu çka ka dosh ka po. Thuhet që ai libër gjendet, që ai Kur'ani i shkruar në atë kohë gjendet në kohën në një muze të Turqisë, Allahu alem. Mirë, po së mërësi, që është mërësi që kur ka ardhur Hazreti Osmani për me
Shumë Kur'anin e ka huazuve. Kur'anin pejsajna, për me po 8 kopjet e para të Kur'anit që i ka bërë Hazreti Osmani, për arsye edhe pikëzimi Kur'anit ndodhi në kohën e Osmanit 25 vjet pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se filloi Kur'ani përhapi Islami edhe te ata që nuk janë arab, sepse arabishtja shkruhet, ka rregullat e shkrimit shumë interesant. Më e lehtë është arabishta se çdo gjuhë tjetër, edhe pse gjuha jam anëtare, sepse në gjuhën anëtare më bëu me lënë pikë pa qit ose një vizë pa shkruve, nuk mund të lexosh. E në gjuhën arabe, edhe heq nëse set pika kërkun, edhe heq nëse set zanore kërkun, lexohet se ka rregull. Për ata Kur'anin e kemi vokalizuar, kurse librin që kam përpara që po lexoj, asnjë zanore se ka kërkun heq, se ka rregullat e gjuhës me të cilën Zoti xhelala ka zgjedhur këtë gjuhë, edhe nëse dojnë me intervenu të nuk mujnë me intervenue, se është gjuhë që din, veç ai që din, s'mund gjithkush me intervenu të pejgamberit me intervenu. Mirë, pasi që jemi të hifdhus se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në hadith na ka treguar gjendjen e atyre të cilët e ruajnë sirrin. Ata të cilët e ruajnë sirrin e amanetin do të jenë ditën e gjykimit për njerëzve më të nderuar, më të respektuar të Allahut. Para ata nderuar vëllezër, ne e kemi obligim që t'i ruajna sekretet. E në veçanti t'i ruajmë ato sekretet të cilat neve në duhet me ruajt. E kemi rastin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka dashur me ndrujit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hoxha ka hiq me dhon shpirt. Me kërkon të shqiptar të hana u i në gjunadikon. Hoxha ka hiq. Sa që njëherë për me dalë me lyp amanet, Allah lëp, në gjami 7 kazona uja kanë qitë në kryet tina për me hiq temperaturë që asë mos që ka thotë zjenë. Edhe del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në gjami më kur së dalë, u gëzumë në gjemati. Edhe Omeri e kajtë në gëzuën, kur e fali namazin me ta pejgamberi e qiti e Bekrin imam smujti me qëndru. U këthyë dhe e dha përshëndetin e fundit, selamin e fundit, ja lani amanet. As-sala, wa ma malakat aymanukum. Namazin rune, namazin, renegati namazit, edhe amanetin që keni, amanetin. Kini pejgamberi me namaz du. Mos të dalë kur, në qatë dhomë që hi, qatë dhomë vorrus. E po grune vetë, dhe qikën e vetë, Fatimen radiallahu anha, e cila u mërzitet. Dhe peshe se i kotë nëmru me ditët, momentet. Në ciklet për këtë qikën, thot hajde me i sharet, së mundet me folë, pejgamberi së i lëfë. 62 vjetë. E ullë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi ullë në kramën e ti të ndjarë. Dhe i thot, qikës vetë diçka në vesh. Ja nisë, po kanë qika vetë Fatimi, loti s'ke kush. Po qa? Masë që e grejtë për dorë pejgamberi dhe një herë, e ulli kamën tjetër. I folë veshin tjetër, do më këtë në veshin, këtë në veshin tjetër. E anisi po qesh. U quë, Aisha radiallahu anha, gruja babës, për thot, qka të tha? Që njënën herë keshe, kajte, herën ditë, që eshe? Thot vallahi, thot nuk më i kur. Ma ka thonë në besë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besëm ka thonë. Tha po të ka zeti qka në besë, mësë mi ka dhu kërkuj, sa t'jam gjallune. Sa t'jam gjallune, mësë mi ka dhu kërkuj. Edhe gjallë, se ka posë ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të honën vëq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vdiq. E Omeri tha, kushtat që u dek, pejgamberi ku mja hi kryt. E u qua për Bekri i tha, qka i tha? A dhe që në Allah që ka dhe inne ke mejitun wa inne hum mejitun. Kanë me të vetë jo pejgamber. Për dekën tuj ti e i dek, ti vetë që po pyte që i dek, edhe ata kanë me këmë të dekur, tha të Omeri, vallahi me ndobat që ta jetë për herë pore një, për me që ka ditë Koranin, se ka kajtë. Me dek shukë i tina pejgamberi Allah të zëvëgjek. Edhe Allahu Gjellewala e mërë shpirtin më dashur Perëndis Muhammed Mustafas, ku edhe një herë qënë Gjibril Melekul Maut dhe i thot
Allahu të kalon me zjedh, apo do me jetua, apo do me vdek. A I thot Allah dikuj, Barra rafiqul a'la, jo du më shku të zotë jemi lartë. Vdes, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mas një periudhe, pe pyesnin Aishën, Fatimen Aisha radiallahu anha I thot, çka ta thot që tashme me kallzue, se ka thonë pejgamberi sa t'jem gjallë mos gabo mi kallzue. Thot në komën e djatë kur mungjim, tha pejgamberi, oj bia ime, Gjibrili çdo vet, një herën vet orë Gjibrili ma ka përkujtu Koranin muaj, ma ka bëhat me. Se vjet 2 herë ma ka bëhat me. Kjo dëshmon që nuk e kam gatë. E kajta, më dhim baba. E pse qeshe, thot kur më tërheqi, më keshe mërzitër, më uli, a ke po zdën të shimi ati e mërzin njerit, e qeshe, më tha pejgamberi Allahot, baba I sa. Thot oj, Fatime mos u mërzit, apo do më konë, më e mira grue e besimtarve, Wallahi jam të indëgjue nallët tua në gjenet ka jetin prinsesha e gjenetit. Të thot qesha. E majti sekretin e babës, nuk e kallzoj deri sa vdeq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Anë këtë mënyrë vëllezër kanë edukata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo me kallzu çka të bësh, zgjidh kaq. Edhe me këto po e përmendoj, nëse një njeri e bën të keq, natën e si kallzo kërkoj. E më mshet. Ditën e gjykimit Zoti ka më dhënë përgjegjësi për të mshet tas pa ditë kërkosh. Për hatër që ti ke më të mshet. Të keq, ne të dush e ke bë. Si ka kallzo kërkoj hiç. E qaj që e bët keqen, e qëtë ashiqare, a I ka më thonë njerit, e shërë në nësë. Allah në rrëj për ty një, Rabbil Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.